Mos guxo të votosh. SPAK zbardh akuzat ndaj Majlinda Bufit, si kërcënoi qytetarin, i çoi edhe IMT në banesë. SPAK ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim kryetaren e bashkisë Roskovec. Majlinda Bufi akuzuar për veprën penale, përdorim i funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore. Hetimet kanë zbuluar se Majlinda Bufi në cilësinë e kryetares së bashkisë i ka kërkuar shtetasit me iniciale GB të mos marrë pjesë në zgjedhjet vendore të 14 majit 2023 dhe të mos përfshihet në veprimtari politike të forcave të tjera. Njoftimi SPAK. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka përfunduar hetimet dhe në 14 nëntor 2025 ka dërguar për gjykim procedim penal numër 98 i vitit 2023 në ngarkim të pandehurës Majlinda Bufi në cilësinë e kryetares së bashkisë Roskovec. Ajo akuzohet për veprën penale, përdorim i funksionit publik për veprimtari politike dhe zgjedhore, parashikuar nga neni 328 fraksion A 3 i kodit penal. Nga analiza e fakteve provave të administruara gjatë hetimeve të kryera për këtë procedim penal, rezulton se pandehura Majlinda Bufi në detyrën e kryetares bashkisë Roskovec në kundërshtim me ligjin i ka kërkuar shtetasit GB të mos marrë pjesë në votime për zgjedhjet vendore të 14 maj 2023 dhe të mos përfshihet në veprimtarin zgjedhore të partive të reja politike. Në datë 6/5/2023 në orën 14:04 është publikuar në media artikulli me titull Mos guxo të votosh. Publikohet audio përgjimi tjetër skandaloz i kryebashkiakes së Roskovecit. Transkripti i këtij regjistrimi tregon se pandehura Majlinda Bufi shfaqet e revoltuar nga shtetasi GB, i cili ishte përfitues i programit social të bashkisë. Përmirësimi i kushteve të banimit për familjet e varfra dhe të pafavorizuara i miratuar me vendim të Këshillit Bashkiak numër 40 datë 1/3/2022. Hetimet konstatuan se pavarësisht se kushtet sociale dhe ekonomike të familjes GB e favorizuan atë si përfitues, objekti për cilin ishte kërkuar mbështetje nuk ishte banesë ekzistuese, por një objekt i saponisur me mangësi dokumentar mbi pronësinë. Pavarësisht këtyre rrethanave, rezulton se pandehura kishte dieni për përfshirjen e tij në program. Nga hetimi rezultoi se para takimit të regjistruar me kryetaren e bashkisë Majlinda Bufi para zgjedhjeve të datës 14 maj 2023 në banesën e shtetasit GB kishin shkuar punonjësit e IMT, Bashkia Roskovec, të cilët i kanë kërkuar llogari për punimet e kryera dhe ndalimin e vazhdimit të tyre. Më pas rezulton se shtetasi GB ka zhvilluar takim në ambientet e bashkisë me të pandehurën Majlinda Bufi. Biseda zhvilluar në një formë presioni, duke i përmendur se punimet ishin në tejkalim të ndihmës dhe se shtetasi GB kishte kryer ndërtim pa leje. Ndër të tjera, në këtë takim me pandehura, Majlinda Bufi përmend faktin se i kishte dërguar mesazhe ku shtetasi në fjalë i thoshte fitore kandidatit të opozitës. E pandehura Majlinda Bufi me pretendimin për të shpëtuar shtetasin GB nga kjo situatë palishmërie ku pretendoi se ai ndodhej, i ka kërkuar që nga ky moment e derisa të mbarojnë zgjedhjet të mos hapi gojë, të mos flas as ai as familja e tij, por të shikoj punën e tij, të rinë në shtëpinë e tij dhe të mos shkoj fare të votoj në zgjedhjet e datës 14 maj 2023. Kërkesa e pandehurës Majlinda Bufi drejtuar shtetasit GB është bërë nën kërcënimin e masave administrative dhe kundër vullnetit të tij. Ai ka ushtruar të drejtën e votës në datën 14 maj 2023, sikurse ka qenë vullneti i tij.